si e shofën Kosovën sot. Kosova sot nuk është më për fat keq në atë konsiderat që unë sa po shpreha. Ka shumë interesa natyrës politike dhe duket sikur interesat politike pastaj prevalojnë mbi interesa të mëdha që ka Kosova. Sepse Kosova dhe ne të gjithë shqiptarët duhet ta dimë shumë mirë. Dhe asnjëherë s'duhet ta heqim nga vëmendja. Pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa vendet e mëdha partnere, nuk do kishte Kosovë. Plotësisht dakord. Nuk do kishte Kosovë. Pra në momentin që ti e merr këtë benefit të jashtëzakonshëm për shoqërinë dhe historinë e Shqipërisë, edhe të kombit shqiptar, edhe të Kosovës, atëherë duhet të jesh jashtëzakonisht i vëmendshëm në këshillat E partnerëve. Po patjetër sepse të kanë bërë me shtet. Ata kanë formu. Pra, të hoqën juridikisht, të hoqën nga durët E Serbisë. e agresorëve. Pra, në këto kushte ne shikojmë që politika në Kosovë është bë multipolare. Nuk ka, është e segmentuar. Nuk ka zëra autoritare që të shkojnë në sinergjizëm, jo në antagonizëm, edhe në divergjenca. Sepse kjo përkthehet më njëherë në atë që ndodhi. Në shqetësimin që shpreh Shtetet e Bashkuara, shqetësimin që shpreh Bashkimi Evropian, dhe në fund fare shqetësimet nuk janë thjesht natyrës politike dhe të moralit, por janë të natyrës ekonomike. Që fillon edhe të jep sanksione sepse ti nuk kooperon dhe nuk kooperon me interesat Kaq të trashën të përfaqësues politik Kosovës. Shiko, thonë kryeministri që nuk ka jo. Ose të dy gjona kam bëmi, unë kam drejtë bëj pyetjen. Domethënë, ose është shumë i trash dhe janë të trash ato që ndjekin këtë, ose pastaj kanë një qëllim tjetër për kë punojnë, se dy rrugë janë këtu. Se tash kjo është e qartë që ne po Kosova po humb terren dita ditës. Okej. Pra, unë nuk mund të them ta përdor këtë term që përdor ti, po do të thënë nuk është inteligjente. Një sjellje ti? Po. Nuk është inteligjente. Gjithmonë keni qenë shkjum për etikë. Nuk është inteligjente. Dhe e dyta, kjo shkon për shtat me atë fizionomi që ka politika shqiptare në përgjithësi. Kur kam shku në një vizitë në Malzi, zyrtare, ishën praktikën time që takoj edhe përfaqësuesit e partive politike shqiptare. Dhe më mend që jemi takuar diku, u gjet e arsyeshme që takimi të mos bësh në një mjedis institucional, por në një kafenet, pishim një kafe.